duke ditë se kushti kryesor ose para kushti për të falë namazin është pastërtia. Allahu nuk e pranon namazin e personit i cili është i papastërt. Po pastaj kur kemi hadithën e pejgamberit që ka thënë at-tuhuru shatrul iman, pastërtia është gjysma e besimit. Kështu ka thënë i dërguari i Allahut. E disa dietar e kanë interpretuar këtë fjalë, ka thonë është kuptimi pastërtia është gjysma e fesë. Pra gjysma e fesë është për të pastruar, me qenë i pastër në trup, në shpirt, në zemër, e gjysma e fesë është për të vepruar me veprat e tjera. Dhe me thënë, gjysma e besimit në islam është me qenë i pastërt. Dhe kulminantja është abdesi, i cili përsëritet shpesh, i cili është një dëshmi për kujdesin e muslimanit, për pastërtinë individuale, edhe për higjienën e tij. Kush mundet me qenë më i pastërt, me pas higienë më të mirë, se sa një musliman i cili falet e domosdoshmërisht edhe merr abdes sa herë në ditë. Kush mundet me qenë më i pastërt se ky, me pas higjienën më nivel se sa ky. Kjo është thjesht një bukuri e përsosur e islamit. Është pastërti trupore, por pastërti edhe shpirtërore, nga se pejgamberi në hadithin tjetër ka thonë la yuhafidhu ala al-wudu'i illa al-mu'min, veç ai që është besimtar plotësisht kujdeset për abdesin, edhe kujdeset me qenë i pastërt, edhe me pas abdes. Me thënë, vetëm ai i cili është besimtar plotësisht kujdeset për abdesin. Si shpjegohet kjo? Me thënë, besimtari i plot, besimtari i sinqert, kujdeset për abdesin e tij, një vepër e cila është paksa e fshehtë. Nga se abdesi prishet me disa veprime, me disa gjëra që janë të fshehta, nuk duken. Nuk mundesh me ditë një personi ka abdes apo nuk ka abdes. Askush nuk mund me ditë, veç ai. Allahu e din edhe ai. A ka abdes, as ka abdes. Por nuk i alejon vetës me hipnë namaz, pa u pasur thot prit se nuk ka abdes. Që kjo është kuptimi i fjalës së pejgamberit, nuk kujdeset për abdesin, për pastërtinë vetëm besimtari. Pse e din se Allahu e ka pa vepër e sinqert, e cila e bën të çeltër, domethënë besimtari.